do e bënte atë që bëri me gjykatën, se nuk besoj. Nuk besoj, me thënë drejtën. Mirëmëngjes, drejtësia vendose duke zbatuar ligjet dhe duke i thjeshtuar gjën. Jo duke zmadhuar, duke penguar zbatimin e ligjit. Për shembull, një ligj i thjeshtë për pronat, pronarët marrin pronën e tyre, shkon në arkiv, janë emrat, kush i ka dhe kthejua dhe ata i ndajnë sipas trashëgimisë. Për korrupsionin e ka zgjidhur bota. Votoni kundër pushtetin, rotacionit, atëherë mos luftohet te korrupsioni. Dhe e fundit, dhe gjyqtarët duhet të jenë më dinjitoz, mos ta hanë presione dhe akuza, duhet të bëjë detyrën, por rotacioni është ilaçi. Dakor, nuk është ide e keqe as kjo. Mirëmëngjes, Flavë dhe Greta, javë të mbar, drejtësia vendose duke rrëzuar diktaturën e Ramës dhe pastaj ribëhet reforma në drejtësi me njerëz të devotshëm e të ndershëm ndaj shtetit, që besoj kam mjaft. Edhe unë kam parandjenjën ti, si mendon ka njerëz të ndershëm? Jo, më pëlqeu kjo. Apo ka mbaruar njerëz të ndershëm? Jo, s'e ka mbaruar. Nuk mbarojnë pra. Po përpiqet njëri, po s'po mbaroj ka dreq. Ikni në Europë, aty është Europa, aty e keni. Ju dhe gjithë afrikanët e veriut. Dakor, shkojmë në Vlorë të Pascal Nesturi dhe Gentian Kallçiu. Pascal, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti Pascal. Mirëmëngjes, Flavio vlla, si u dive? Nuk mund t'ishte më vlonjate se kaq. Jam shumë mirë, Pascal, ti si je njerë? Mirë vlla, mirë, faleminderit, mirë, shqyr. Tani, pse të pash këtë fundjavë të prokuroria, çdoja atje? Ku ishen, prokuroria apo në gjykat? Nuk e di nëse nuk e shoh që nuk punon mirë. Pascal, më dëgjoj. 11 vjetëve vlla dhe... Edhe një herë lutem nga fillimi, se nuk të dëgjova mirë. Isha një ditë në prokurori se kam vajt me mira erë, se kam bërë një kallëzim penal për një kusar në këta patronazhistat e Ramës, edhe prokuroria nuk dore ta çojë në gjyq me qamet. E kam mbyllur dër Flavio çështjen. E kupton? E kuptoj. Tani për çfarë po për çfarë lufton? Edhe në gjykat. Ore duhet drejtësi valla, se këtu drejtësi nuk po shikojmë mirë. Ai këshuriri im thotë që do bëjmë reformën në drejtësi, thotë ai e domini drejtësi, por ne drejtësi nuk shikojmë valla. Ore se e kam dëgjuar disa herë këtë, Pascal, më dëgjoj pak, se e kam dëgjuar disa herë këtë. Pse thua që e ke kushuri Edi Ramën? Po e ka nëna ime, jo unë valla. Edhe mua më dënoj të parin ai me pushkatim. Si të dënoj të parin me pushkatim? Të parin nga fisi? Po mua ma prishit parin Shqipëri valla për të bërë show. Ndërtimin. Në 2013 ndërtimi i parë që është prishur ka qenë joti. Po re valla, bëri që të thoj që ja unë ja prish ti njeriu tim, jo juve nuk u pjerë fare. Kuptoj. Po tani për çfarë shkon në gjyqe? Cilën pron po kërkon ti? Ore, po kërkoj këtë që më kam vjedhur 11.000 metra, Flavio vlla. Ku është? Ka një patronazhist i Edi Ramës, një ajdut, një kusar. Ja ka dhënë ky me VKM, e kupton? Po ku është prona? Prona është në Llogaror, të atje, e ke parasysh të çeshi parashutizmit. Po. Ajo është prona e Andon Milli, do vlla, me mira vjet. Edhe ai e merr se do ai t'ja japi Adi. Më kanë thënë që i ka pakzuar atë zaun, e kupton ti vlla? Jo, mos më. Edhe ja dha ti për dhurat. Mos më me kalamajt, se ti e di që duhet ta ruajmë një lloj standardi, po dakor, është lidhje miqësore e Ramës. Ne kam 30 vjet po më nxin jetën, ti duaj ruaj standardi çat talle se ti vlla. Jo, mos më me kalamajt tashu. Mos më me kalamajt, se s'është në stilin ton. O zotni, kam 30 vjet ore në përgjyqje dhe tallën të more. E kuptoj. Çfarë thua ti? Jo, nuk e diskutoj fare. O, Flavio. A vlla. Shiko, dëgjoj vlla këtu. Mirë që ma prishi, po më çojë më dënoj ore në gjyq për ndërtim pa leje dhe gjithë tyre kusarve u legalizon këta që kam vjedhur vlla, u legalizon ai. Po ti je pronar, ta ke shtënden, ta prishi direkt. Po u dënove ti për ndërtimin pa leje? Më dënuan o vlla. Si të dënuan, me gjob, me burg? Me gjob, kërkoj prokurori 6 muaj, ajo gjykatësia ishte grua mirë, ajo gjuna njeriu mirë, se ka shumë gjyqtar të mirë, po ky si do gjyqtar të mirë. Ky do ata që i vjen atina mbrapa, e kupton? Gjyqtarët dëgjoj Pascalin. Më kanë thënë drejtë gjykatën e Vlorës dhe në apel të Tiranës. Ka shumë gjyqtar të mirë. Shiko, imagjino në një vend, kur filloj që ma prishi mua ai, u odhën këta qëndë e Edi Ramës me njerë,
të bënin ato që donin. Edhe gjyqtari Arqile Basha e punimet. Ku pyeti ai për Arqile Bashën o qa bëndi orë vazhduan punimet. Një gjyqtar tjetër, bëra një gjyq tjetër, me një gjyqtar të nderuar, me një king, me një Florian Kalaja, i thot të qeveris, këtej pronën në gjendje e më pashme. Qa thuare Flavio, kush do këtende gjendje, se pyeti fare vendimin e Florian Kalas. E kupton ku rojmë në ore. Pra ti ke marrë vendime... Ti ke marrë vendime pro teje, po shteti s'ka pytur për asnjë vendim gjykate? Pore, vlasio nuk ka pyet për asnjë vendim. Unë jam burr. I kam treguar edhe me Kastriot Qipën në një emision, edhe i kam me vete këtu, do t'i tregoj vendimet. Jo, nuk e dyshoj fare që i ke. Flavio, po është turvor, a i thot që ne nuk kundërshojmë vendimet e gjykatës dhe dëbedojmë për qa është me shtri në këtë jetë, që unë kam vendimet që Florian Kalaja i thot i kthehet prona në gjendje me mparshme. Qa thua të, qa thua? Jo që su kthye prona, po ata filluan punoni dhe natën o vlla, vendimi gjykatës të ndërpriten punimet, luft atyore sa e ndërtuan me njerë, e kupton? Po qa bëhet të pronat e tua sot? Kjo është reforma në drejtësi. Qa bëhet të pronat e tua sot? Qa bëhet? Asgjore, e disa herë më kanë shoqëruar në polici vlla, me urdhër të drejtorit policisë, ti nuk do shkelesh atje. Që unë zjesha o Flavio, kam bërë shumë shere atje më shoqëroni polici. Të shikosh tjetërit e prona jote edhe të degenerojë ku jetojmë në ore. Po qa do i thua është kushuririt të ndë? Po Flavio, po është gjuna është krim. Dëgjot, do të thote një vllaj, pasaj bëj qa dua shbyle. A i djali ka shumë të drejt, a i veprimi është i gabuar, po unë edhe unë rezik po vazhdova këshu, do i kina mundje kokës, e kupton vlan? E kuptoj. Tani do më thua është qa mesazhi ke për t'i dhënë Edi Ramës kushuririt të ndë? Po, Edi Ramës i them dy lafe të shikoj popullin, mos shikoj këtaj dutrit, këta kusarët se na populli duron, po pasaj e pësona populli. Ore, me qëra fjalla, ku i gjeti pronat në gjipe kë? Shiko, o Flavio, e di gjithë Shqipria vlla, gjyshi mamas time, na që ekonomi vlla, mësusi popullit, dajua i Spiro Kolekës, dajua i Petro Kolekës, gjyshi të kryeministrit, e kanë dajua gjyshi timore, kupton? Jo, ku i gjeti pronat? Edhe ato prona janë të na që ekonomit. Aha, okej. E kupton vlan se Spiro Koleka, familje tyre e varë për kaqenor, e tha dhe një nga këta instigativët, nga këta gazetarët, që 3 dhi ka patur se ka dokument, ato në pronat e na që ekonomit ka qenë më i pasur i vunoj të vla. E qarë. Po të pjesë një pak, ju pëse. Jo, po të pyet aty që i njef. Po Flavio, si? Të pyet aty që i njef, nuk vurën diskutim fare. Ore, dakord, po këto janë të vërteta se vunoj aty nuk ka lëvizur, e kupton vlan. E drejt. Dakord, Paskal. Sa do buaj këj popullo, vla? Sa do buaj këj gjunare? Ore, ti e di që ka njërës si puna ime me qindra që kanë 30 vjetë në gjukat. E di apo se di? Po e di pa tjetër. E kam filluar këtë luft, o Flavio, që kur erda në Greqia 94, bas me vlan tim, zorën arkivin e shtetit e kam që 94 të ta bje në studio të shkosh, luft qanë nuk kam mequr edhe asgjë. Nuk mi jep ta kusarët, ta i dutrisht, nuk mi jep. I duan për vete se janë të buka, janë në palas, o Flavio, e kupton vla? E qarë. Falemderit, Paskal. O Flavio, falemderit shumë. Përshëndesim zotrin, ndërkohë rikthehemi në studio, dhe sigurisht ishte një rast si mirat të tjerë, po thjesht ishte pak më interesante se kushuriri kryeministrit, vidhet nga kryeministrit. Të paktën dëgjoj, Rama meriton respekt. Në këtë pikë po. Në këtë pikë po, i vjedh gjithë i soj. Seriozisht, është integriteti madh ti rrush gjithë i soj. Po, më vjen shumë mirë që nivel berber profesional. Po.